A e quajti Ledioni gënjeshtare Arbanën? Ironia që tronditi rrjedhin. Në finalen e madhe të X Factor Albania, Alketa Vesiu surprizoi publikun me një të ftuar të veçantë, Arbana Osmanin. Pas një mungese të gjatë në ekran, ish moderatorja ikone Big Brother VIP Albania u rikthye me një intervistë ku foli për herë të parë për arsyet e largimit nga Top Channel. Sipas Arbanës, largimi ishte një vendim personal. Ajo u shpreh se kishte nevojë për pushim, për të reflektuar dhe për të shkëputur për pak nga ritmi i vrullshëm i televizionit. Doja të gjeja veten, tha ajo mes emocioneve. Por, ndryshe nga fjalët e saj të buta, rrjetet sociale shpërthyen me komente dhe teori. Vetëm pak ditë pas daljes së Arbanës në klan, Ledion Liço, që tashmë ka marrë drejtimin e Big Brother VIP Albania, bëri një hap që shumë e panë si një goditje ndaj koleges së dikurshme. Ai hapi Primein me përshëndetjen e saj të famshme. Mirë mëngjesie. Dhe në fund të mbrëmjes, lëshoi një perle që trazoi ujërat. Ka diçka që është më e ulët dhe më e rrezikshme se sa të gënjesh të tjerët, është të gënjesh veten. Kjo ishte një thumbi drejt për drejt për Arbanën dhe intervistën e saj. Por mund edhe të cilësohet si një rastësi, duke thënë se Ledioni është profesionist dhe nuk merret me provokime të tilla. Por si qëndron e vërteta? A mos vallë pas largimit të Arbanës nga Big Brother VIP Albania ka më shumë se sa një pushim personal? A ndodhi ndonjë konflikt prapa kuintave që publiku nuk e di? Për momentin, asnjëri prej tyre nuk ka bërë një reagim të drejt për drejt për këtë situatë. Por tensioni ndjehet. Një gjë është e qartë, publiku nuk haron lehtë dhe televizioni shqiptar ka hyrë në një kapitull të ri ku asgjë nuk kalon pa u vënë re. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!